Unë kisha një të dashur në Vlorë. Okej? Dhe doja të lidhesha me Vlorën. Bëhet fjalë për vitin 1993, kur s'ishte telefona, s'ishte. 23 vjeç. Dhe kaloja nëpërmjet centralit Ministrisë Brendshme, ku ish bashkëshortja ime punonte aty. Dhe s'u lidhëm, nuk u lidhëm dot me Vlorën, edhe kur mbaroi telefonata, ajo më merr prapë, domethënë që u lidhej, edhe ajo sapo kishte marrë turnin dhe atë natë qëndruam gjithë natën në telefon, duke folur. Gjithë natën në telefon? Po. U takuam të nesërmen, po, dhe ishte një histori shumë e bukur që zgjati 10 vjet. Ajo çfarë punonte edhe një herë? Në ato punonte në centralin e Ministrisë së Brendshme. Këtu? Po. Dhe ju dashuruan përmjet telefonit? Po. U takuam, jo, u takuam. Po, kontakti ishte përmjet telefonit? Po. Dhe pastaj u takuat? Të nesërmen u takuam. Kur u takuat, nuk të tha çfarë ke me Pateric? Jo, po ja shpjegova unë përpara. Ja shpjegove, ja tregove. Jo, më po jo, se vetëm telefon tani ju thash vetëm nga telefoni direkt thash. Dhe çfarë tha ajo? Si çfarë tha? Po s'maj më, unë po them, ishte një histori që zgjati 10 vjet, shumë e bukur. Dhe ku produkti është fëmijë. Është gjëja më e mirë që unë kam bërë në jetë. Flet tani me bashkëshortën kur takoni fëmijë? Shumë normal, po. Shumë normal. Po ne s'kemi... Ti nuk krijove më familje tjetër. Urdhë? Ti nuk e krijuar familje. Kam krijuar bashkëton? Jo. Është dhe tash mos mi nxirr të gjitha anët. Ore, po këtu nuk vjen për këtu nuk vjen Strasburg, ore. Unë Ervini është i zën. Je i zën? Po. Jo, unë nuk thash që të të gjej ndonjë unë ty. Jo. Ervini është i zën, është i zën. Po ti e the kështu këtë sikur do të gjej ndonjë foto tjetër. Ore, si ke bërë foto me Pelen ti jo? Dgjoj, këto fotot që nxjerr ti, nuk janë foto, unë njerëzit ky është ndryshimi im me të tjerët, se unë njerëzit i takoj, bisedoj. Dhe ky burr sa herë më takonte, më thoshte mua, "Amico mio, Albania." Kështu thoshte? Po. Ku e ke takuar në Strasburg? Këtu e kam takuar në Paris. Paris, në Disneyland, ku u mbaj topi i art. Të kesh foto me Pelen? Po. Nuk e di pas. Po kam dhe një, unë duhet jemi vetmi për shkakun që i kam bërë 2 pyetje Maradonës në konferencë për shtyp. Ja, prit. Tani më thyni gjë për Pelen. Pelea jashtëzakonshëm. Po jo, na thyni i detaj më. Shumë i dashur. Ja pra. E përmendi fjalën Shqipëri, ë? Miko amio Albania, hapte krahët. Po, pa i lesh, shumë i dashur, shumë. Dhe e kam pishman, këto kam pishman, si që ja kam kërkuar atë kollaren. Po, peti mua gishin tim? Po. Ore, ajo kravata ti me topa? Po, pra. Dhe kjo kravata jote gjithë kolor kështu. Dhe ai do ishte, dëgjoj, ai do ishte dhe xhaketën, të betohem. Po, pra. Janë momente që foto tjetër. Çfarë tregon kjo foto? Kjo tregon afrimitet shumë. Jo, ti thjesht nuk e ka që hajde dalim fotografi. Unë e kam patur shumë mirë këtë. E kam takuar disa herë, shumë herë. A është ky futbollisti më elegant i gjitha kohërave? Në botë? Kam frikë se... Me elegant thashun, no? Po, elegant. Sikur kërcente, jo sikur duan me top, ë? Si ndaj dot këto me Zidanin. Me Zidanin. Po. Por Zidani ka fituar Kupën e Botës, ky ishte, dëgjoj. Po ky e përgatiti Kupën e Botës, ky fitoi evropianin. Dëgjoj, ky ishte drejtues tamam. Dhe ky prandaj sot e ka fituar pa fajsi. E di çfarë kanë bërë? Çfarë kanë bërë? Për një punë që i kishte dhënë Blateri, ma bëj këtë punën, ka një raport dhe ky se deklaroi atë. Atëherë shkurt, pse ja bën këtë? Pse i ndon? Se donin. Po pse? Të mirin se duan. Po jo, pse ty aty je i mirë të duan gjithë duan. Si? Të gjithë duan. Shisa komente do kesh aty. Ja fut koti. Ore, ky ishte i drejtë. Ky ishte drejtuesi më i mirë që mund të pasur UEFA dhe ky do bëj presidenti i FIFA-s. Keni një detaj? Dhe di pse ja futën këtij? Pastaj sepse Blateri nuk i dha kupën e botës Amerikës në 2018.
Ja dha Rusisë. Tani, kam shumë nga ky. Ka ndonjë detaj për Shqipërinë? Ë? Ka një detaj për Shqipërinë me Platinin? Po ky futi atë për vendet e vogla që vendi i tretë në grup. A ky e bëri këtë? Vendi i tretë në grup mund të shkojë në play-off. Ky e futi. Në botëror. Jo, në Europian. Të kujtohet një emision televiziv, nuk e di A1, A1+, që erdhi ky në Rina se i thoshte Michel, I love you! Edhe që me atrua, në tregojnë që atë se është histori fantastike. Po kurse, s'kam qenë unë kur ka ardhur. S'ke qenë ti këtu? Jo, kam qenë andej. Kur ka ardhur Michel Platini, zbriti i Rinës, po? Një grup xhirimi, ata ishin as studentë gazetare, atë duhet të kenë qenë gjimnazist, dhe bënin një emision aq të bukur, francez. Ora shqiptar, po, dhe bënin sikur e ngatronin. Dhe një vajzë, unë nuk e di kush është ajo sot, do të ore kam dashur ta takoj. Bën me mikrofon, edhe ndiqte kameramani, ai zbriti në Rinë, u futet. Michel, I love you, i thoshte. I love you, I love you, i thoshte Michel. Edhe vete përqafon Armando Dukun, ore. Edhe Duka i thotë, s'jam mund të Vërtet? Po kjo është fantastike, po. Kjo është nga videot më të bukura. Ishte gati si kamerë fshet, Po, shkon për qafon, Edhe për qafon Dukun. Dhe në fakt ky u vënë sikletor që hiki tutje dhe pastaj aty u krijua një rrmuj, po ishte gjithë improvisuar. Ajo vajzë, ajo gazetare, nuk e di kush është sot, ajo mund të jetë bërë gazetare e njohur, unë se bëj dot lidhje, po ishte fantastike Vina. Domethënë kur e kam parë atë kam thënë, kush është kjo? Kush është kjo vajzë? Unë e kam takuar këtë kur erdhi në Tiranë në 90-ën, se ishte ky trajner. Dhe pastaj jemi takuar shumë herë në Strasburg, ku më ka dhënë bluzën e tij. E ke bluzën në shtëpi? Po. Ata dia kisha marrë me vete më por. S'më the. Po. Se dia. Dgjoj, unë s'jam përgatitur. Ke bërë në shtëpi? Ke bërë një muze? Do bëj një muze, do ta përgatis muzeun. Do muze. Po jo, po shtëpia shumë e vogël, kështu që do bëj një muze të madh. Ku do vesh? Me kismet. Kështu familjar, personal? Po kam mbi 500 fanela. 500 fanela? Po. Kush është fanela më e rëndësishme? Kjo që fitoria e Shqipërisë në Leskovac me Serbinë. Po kujt e morë fanelën? Julian Sheut. Julian Sheut, Po. Tani më kujtova fanellën se kisha përgatitur. Ke veshur një fanellën e Serbisë? Po. Po ç'e ishte ajo? Na shpjego pak. Ajo ishte u bë kampionati i voleybollit këtu. Po. Dhe trajneri i Serbisë na dha disa bluza dhe unë e vesha një ditë. Po. Sepse pa dola në një isha për intervistë në Euronews te kolegu im në Thimi Samargjiu. Dhe aty kishe veshur bluzën serbe? Po. Tani, unë të njoh ty si një shqiptar të thekur që nuk vën dyshim shqiptarinë tënde, po me vesh bluzën e Serbisë o vini? Po ishte fanel sportive, jo me vesh bluzën e Serbisë. Pra, fanel sportive. Po. Unë nuk do ta vishja kur. Zdo ta vishje kur. Po mirë, okay. Nuk ka njerëz të mirë aty në Serbi? Ka plot. Po çfarë duhen ata njerëz? Nuk ka sportistë të mirë aty në Serbi? Ka plot. Ti e di kush është trajneri i Elbasanit sot që lufton për titull kampion në Shqipëri? Jo, se nuk është. Ivan Gvozdenović. Është serb. Serb. Ka luajtur edhe me Tiranën dhe me Skënderbeun. Po mirë. Partizani kishte trajner Milinković. Tash a do ndërtojmë ura apo si thua ti? Jo, në ura ndërtojnë, duan ata ndërtojnë ura. Ata s'janë si ne. Ata janë gjithmonë humbës. Unë para se të ndeshemi me Shërbinë, kam deklaruar botërisht që ne do t'i mundim, sepse ne i mundëm në luftë, ata janë humbës, i mundëm dhe me top.